Mirëmëngjes, mirë se erdhët në shtëpinë tonë. Faleminderit që edhe sot do kaloni paraditën me ne në këtë ditë të bukur, të parë të majit, kështu që muaj të mbarë të gjithë dhe gëzuar festën e punëtorëve. Gëzuar festën e punëtorëve. Gëzuar gjithë, një muaj të mbarë ishte. Punofshi me shumë qejf edhe me të drejta ashtu siç ju ka hije. Dhe fitofshi sa më shumë. Absolutisht po. Qofshi punëtor të gëzuar siç jemi ne të tre. Po, shumë e vërtetë, është shfat ndonjëherë. Janë të rralla rastet. E vërtetë, është shfat të punosh të kesh pra një punë të cilën ti e do, e që e bën me pasion. Si është ajo? Po punove në një gjë me pasion, s'ke punuar as një ditë diçka e tillë? E vërtet. Ja, që ke punuar, po ke punuar me në kuptimin që e ke shijuar, pra nuk ka qenë një detyrim. E vërtet. Gjithsesi, ne sot do jemi këtu deri në orën 12 pa një çerek, siç bëjmë çdo ditë nga era në të premte. Kemi shumë për t'ju thënë, për t'ju treguar, etj. Kemi receta të mira shumë që Linda i ka zgjedhur apo jo? Po. Receta e parë do bëjmë turli në tigan. Turli. Po, nuk e kemi bërë njërë, ta bëjmë qikë ndryshe kësaj radhe. Me patate, me speca, kisha dhe ca bami aty në frider, thërë do përdorin dhe... Po turli është ajo zë. Por turlia i mbatë gjitha. Ti do ta përfundojmë me salcë, pas edhe me kos. Kosin me qik hudra, që jep edhe qik frecisë, ata që ka ngrohë dhe koha na duhet i qik, që t'na... Kur ta shplan qik gojën, the unë e kos. Përdor gjithande unë, jam bërë qik si turqit në këtë mes, sepse ato e përdorin shumë, po nuk më vjen keq, sepse ato kanë të drejtë në këtë drejtim, dhe me thënë. Kosi ku futet gjithandej. Kjo është receta e parë. Receta e dytë do bëjmë focaccia të mbushura me djathë, me prosciutto edhe me rucola, t'i bëjmë në tigane. Oh, sa të mira. Shumë të mira. Focaccia tigani, do më thënë. Focaccia tigani, po. Sot që kemi me tiganer. Sot tigan sa dush. A volontà. A volontà. Focaccia tigani me djathë dhe me prosciutto, turli në tigan, janë interesante të dyta. Janë interesante dhe ajo që mua gjithmonë më pëlqen shumë në recetat është që janë shumë të thjeshta për të bërë. Pra zonja Linda na i gjen gjithmonë të gjërat e thjeshta, se focaccia për shkak më pëlqen kaq shumë, po kur shoh ti me më apo shoh edhe zonjën Linda apo të tjerë që e bëjnë, ajo focaccia do punoje, lëre të vi, punoje prap, lëre prap të vi, punoje prap, nuk e di sa herë punoje, domethënë derisa të vi versioni përfundimtar. Do 3 herë që ti bësh ato palosjet, po. Kështu që kur kemi një version tjetër të tillë, të shpejtë që është po prapa që shishëm, sigurisht që jemi shumë të lumtur Alban. Shumë e drejtë. Mirë, këto janë dy receta që kemi vendosur të sjellim tek ju sot, ndërkohë sot është 1 maj. Është 1 maj. 1 maj është një muaj i ri, i cili nis dhe ne gjithmonë për muaj të ri flasim pak për parashikimin e yjeve. Absolutisht. Kemi pasur kështu ups and downs, thonë amerikanët, lartë e poshtë. Parë gjeti nga prilli. Po nuk kam parë që ku dëgjon tani jam bërë shumë konfuze. E vërtet. Asu s'mbaj mend asgjë. Jam bërë shumë. Iku prilli që s'mora vesh asgjë. Iku prilli, erdhi maj, por do shohim se çfarë na parashikojnë yjet për ditën e sotme. Denisa Shyla, astrologja e cila është për herë në program një herë në muaj për të dhënë një panoram të këtij muaji. Shiko, Denisa është shumë interesante, në fakt me thënë të drejtën. Është nga astrologët e brezit të ri më interesante dhe e saktë mbi të gjitha. Dhe drejt për drejt, se ndonjëherë gjitha gjërat duhen thënë ashtu siç duhet. Nuk duhet të i bëjmë fush me lule. Sigurisht që njerëzit duan që të dëgjojnë pjesën. Jo, se ti pret lulet vjen i gur, pastaj më mirë ti themi gjërat. Sigurisht që njerëzit janë prirur gjithmonë që të dëgjojnë apo të shohin gjëra të cilat janë vetëm të mira, pra ta bëjnë fush me lule, por është mirë që ti dish edhe rrjisjet, është mirë të dish edhe gjërat. Pra, është mirë të dish të vërtetat ashtu siç i shikon në zodiak, kështu që me Denisën do jemi në pjesën e tretë programit. Shpresojmë që të na thotë vetëm të vërtetat të mira sot. Se kur dëgjojnë gjërat e mira, kur e merr muajin shumë me pozitivitet, me qejf, gjëra shumë të mira do të ndodhin, edhe automatikisht ja edhe autogestionohesh. Je i prirur që ta jetosh pozitivisht edhe shumë mirë muajin, kur ke parashikime të mira. Pastaj në pjesën e katërt, në pjesën e 4 do të flasim për ëngjëjt mbrojtës. Nuk e di nëse... Literalisht, Literalisht, po për ëngjëjt mbrojtës. Do përpiqemi të shohim pak në fe se si janë të përcaktuar, a ekzistojnë. Nuk e di ju keni pasur ndonjë ndjesi apo keni ndonjë ndjesi sikur keni një ëngjëll mbrojtës që ju mbron gjithmonë në momentet vështira, duket sikur ju jep forcë, duket sikur ju jep sa përgjigje, duket sikur ju japin sa shenja andej këtej. Ti ke? Ka mamin. Po, ti ke mamin. Tim ajo është kështu angjëlli i mbrojtës. Po ke shenja? Unë me shenja, në kuptimin, shenjat e asaj janë këto që unë nuk ka njëri pa probleme, çdo familje ka problemet e saj, më të vogla, më të mëdha dikush. Ka pas momente që unë kam qenë e dëshpëruar, domethënë.
edhe asaj jam drejtuar në çdo moment dhe më duket sikur vë atë dorën e vet edhe mi zgjidh problemet. Natyrisht nuk është se i drejtohem për çdo problem. E kuptoj. Poti, po kur kam një problem madhor, domethënë që me të vërtetë unë them nuk po jap dot zgjidhje këtij problemi dhe unë shkoj te mami ose edhe në krevat natën para se të flej, i drejtohem asaj, i lutem, lutem. Ajo sikur mi zgjidh. Po, me Mironin... Unë jam e bindur për këtë dhe prandaj thash, jo gjithmonë i lutem, por kur i lutem që kam me të vërtet një problem të madh, edhe ajo shpirti im të lartë. Me Mironin kam përshtypjen do ta flasim këtë gjë, kam përshtypjen që ai do jetë pak kundër tek pjesa e lutjes, por gjithsesi kjo s'ka as pak rëndësi, sepse me Mironin do të përcaktojmë ditën e sotme në bazë të njohurive të tija si teolog që është, nëse ekziston. Po pse shenjtorët nuk janë ëngjëj? Po, jo... Ëngjëj janë. Ëngjëj janë, ja ta zgjidhin, ta mbrojnë, ai lutet, edhe shënmërisë dhe të gjithë, çfarë janë me radhë, se ka shumë. Po, a ekzistojnë ata të cilët janë se, okej, kjo është pak më e përgjithshme, pra kur thua shënmërisë apo shenjve të tjerë është pak më e përgjithshme, ndërkohë që ne po flasim edhe për lokalen, edhe për individin, pra ti personalisht, unë, Linda, a kemi engjëj mbrojtës, njerëzit që na ndjekin, a kanë engjëjt e tyre mbrojtës dhe a ka shenja të cilat ne mund t'i kuptojmë që engjëjt tanë mbrojtës janë me ne. Po na përçojnë mesazh. Po, eksakt. Kjo është ajo çfarë do diskutojmë në pjesën e tretë, do bëhemi pak spirituale dhe mistik sot, pse jo? Në fund të fundit është e bukur. Po, është shumë e bukur. Edhe pastaj dorim të shohim për shenja gjithandej. Nëse nuk i kemi përjetuar më përpara. E vërtetë është. Ndërkohë këto janë pra ato çfarë ne kemi për ditën e sotme, do shkojmë në kuzhinë tani, Linda po zhvishet. Unë nxe fakeq. Unë nxe keq, Linda. O zoti i madh, unë nxe. Dhe kur nxehet Linda, direkt në kuzhinë. Shkojmë të realizojmë recetën e parë, të turlin e tiganit që Linda ka zgjedhur sot për ta sjellë tek ju, shumë e veçantë. Turlin besoj dini ta bëni që të gjithë, se është shumë e vështirë, ama ka disa elemente të cilët kur i shtohen, qoftë edhe në proceset e gatimit, po, procesin më të. E pasurojnë, e bëjnë më të veçantë, bëjnë dhe më të thjeshtë, kështu që ky është qëllimi. Prandaj duhet ta ndiqni që ta realizoni ashtu siç e bëjmë ne turlinë e tiganit, dhe e keni vënë re që gjërat që bëhen tigan, po sikur shijojnë më shumë, sikur shijojnë, marrin një shije tjetër, janë më të këndshme, janë më të shishme për tu konsumuar. Megjithatë, turlin në tigan, Linda do ta realizojë duke përdorur këto përbërës. 2 patate, 2 patlıcan, 2 speca jeshil, bamje, 1 tas kos dhe 1 thelp hudhër, krip dhe vaj vegetal. Më pas, për salcën, ju duhet vaj ulliri, 1 qep e vogël, 2 thelpin hudhër, 600 gram salcë domatesh, 3-4 lug ullin pa bërtham, 1 lug kaperi, rigon dhe krip. Pra si që kuptoni, disa për produkteve që janë shtuar në këtë turlije, totalisht e ndryshojnë recetën. Flasim për kaperin, për ullin dhe për bamjet, se e ne dim shumë mirë që turlija, le ta themi ajo bazikja që bëjmë ne në shtëpi tona, është me patlıcan, me domate, me patate, me speca, me qep. Po dhe kosi që do t'i dhe si për ndronë. E bën patjetër. Pra kosi e bën shumë të veçantë, bamjet gjithashtu e bën shumë veçanta, fakti i kaperit, se edhe kaperi ka një shije shumë specifike. Shumë, salca speciale. Plotësohet totalisht. Megjithatë, përpara se të nisim, 1, e 2, e 3. Si a keni vënë emrin drekës moj gra, na e shkruani. Dhe burra. Dhe burra. Në shtëpin ton .ch. Tregoni se çfarë keni gatuar sot, na shkruani edhe historitë tuaja me ëngjëjt mbrojtës që i do diskutojmë në pjesën e 4, nëse keni gjithmonë. Kështu që jemi këtu për ju. Ditë pushimi është. Po. Jeni rehat duke gjerbur lori kafen tuaj në shtëpi. Tash po kulloj ujin patatet dhe qepës. Dhe duke gjerbur lori kafen tuaj në shtëpi, apo do një çaj që si ka, jeni duke ndjekur shtëpinë tonë dhe gatuajmë së bashku, informohemi, argëtohemi, diskutojmë pse jo. Prandaj dhe hajdeni duke u bërë pjesë, hajdeni në studio, pra duke u bërë pjesë në Instagram, në shtëpinë tonë.ch. Që keni gatuar, si a keni vënë emrin drekës moj gra. Po ëngjëjt mbrojtës, a keni, a s'keni, a i keni para, se keni para, i keni ndjera, se keni ndjerë. Na e thoni? Unë e ndjej mamën tim, unë e ndjej që e kam prezent. Pase momentet të caktura unë i lutem, po unë them në çdo moment unë e kam prezent atë. Patjetër, as diskutohet. Ta nxjerr ta djerën? Po Alban, faleminderit. Po taj pak patate, i kisha qyruar për efekt kohe dhe... Jo, shumë mirë. Tash do të skuqim, në një tigane do të skuqim
patatet, do të skuqim specat që i kam prerë, do të skuqim t'japim një skuqur këtyre. Po, ndërsa te kjo tenxherja do të skuqim qepën me hudhë, do të shtojmë salcën me rigonin e me tjerë, do përgatisim salcën, ndërsa këtu patlıgjana që do t'i skuq me shumë pak vaj, ashtu siç i bëj unë. Tani, zonjat në shtëpi ta bëjnë me 3 tigan, siç po bëjnë. Jo, zonja s'ka nevojë me një tigan, mbaroj një gjvur tjetrën, po unë shoh kohën. Jo, rregull, ne e dim këtë gjë. Po thjesht e kam. Jo, zonjat një tigan, do përdorin një tenxhere të vogël për salcën dhe tiganin tjetër për të kavurtisur pjesën tjetër. Kaq. Në rregull. Shumë. Ne këtu tash i efekt kohe jemi të detyruar. Atëre, po hedhim. Bamje tani nuk e di nëse kanë treg, ne i kemi të ngrira. Jo, të ngrira i gjen Alban. Presta nuk besoj që ka. Akoma, të paktën unë s'kam parë, por të ngrira i gjen. I gjen. Mund t'i përdorni, pse jo. Atëhere, mirë mëngjesi, treshja fantastike dhe unike. Sot, drekës ja kam vënë emrin, për inat të Julkës kam bërë japrak me gjithë rrushi. Julka i hëngri tash e hoqi merak. E hoqi meraku Julka, i hëngri. Nuk i bën më përshtypje. Bërë një fushat një javore, për japrakët, i hëngri, sa unë gopë, i erdhën dhe i këtu, tani nuk e ka për problem. Tamam. Atëherë, unë po ndes do tiganet e mi, si shtë Albani, juve ju duhet një tenxhere vogël për salcën dhe një tigan, por unë... Po, ne do procedojmë ndryshe, se normalisht korat televizive janë tjera. Po, tamam, sepse duham që t'i përfundojmë gjërat. Po, shumë mirë që t'kem po. Atëherë, këtu ke ky tigan, unë do vë patlıgjanët. Do më ndihmosh Alban ti? Patjetër, më thuaj. Ta presësh pak qepën të lutem, që t'ecim. Ore, ecim në që të shkeme të. Vetëm këtë do marrë. Të marrë një taljer tjetër dhe pres... Qepa duhet prerë imët, apo jo? Po imët Alban, sepse nuk është do gri. Atëherë, patlıgjanët unë i grisi që kam treguar dhe herë tjetër këtu që i bëj kështu, me këtë prerje kështu sa i bje kaq kështu. Sa një gisht. Sa një gisht. Se po kontrolloja, thasha, më mbajti zjarri. Të mban zjarri, të mban. Se nga që kanë vënd të 3 aty nga herë kështu. Mban që të shkeme të, thjesht duhet në vendosur në vatër, ashtu si shduhet. Ka që të imta? Pa, shumë mirë, bravo. Shkërqysha. Grim një qep. Po. Tani turlia pa qep s'ka kuptim. Tamam. Dihet kjo punë. Ne ta përdorim ke salsa këtë, kjo është diferent. Domethënë kjo bëhet komplet ndryshe nga ato që bëjmë neve. Është totalisht proces tjetër dhe kjo është më interesantja, sepse mësohet një formë tjetër e bërjes së turlisë, mbi të gjitha në tigan një herë, e para që është më praktike dhe më shpejt. Ka dhe më shije. Ka dhe më shije. Por njëkohësisht tregon edhe disa prej mënyrave të përgatitjes. Ke ky tasi do t'i hedh unë patlıgjanët. Në rregull. Do t'i lyej me pak fare vaj ullire dhe këtu kam edhe një pik vajës, sepse nuk duhet, sepse patlıgjanët dihet që marrin shumë vaj. Po, e vërtet. Kur skuqen, por me këtë mënyrën kështu pak fare vaj. Tundin i mirë këto, kështu që t'na përzihen, i hedhim këtu direkt, i vëm kapakun dhe ato siç kemi thënë dhe zbuten edhe skuqen. Kështu që me patlıgjanët ne mbaruan punë. Qepën e kemi gati. Po. Dhe 2 thelba hudër Alban më duhet po migrive të lutem. Ti gri apo ti shtyp? Jo, vetëm do migrish, për të shtypur vetëm atë që do përdorim ke kosi. Do më thënë, 2 ti gri e 1 ta shtyp. Bravo. 2 grirje dhe 1 shtypje. Po, kështu është. Ashtu është tamam, po s'ke fajti se unë një ashtu e një kështu të ngataroj pak, por... Jo, s'ka që fare. Tash duhet që t'i bëjmë gjërat ashtu siç duhet. Grim edhe hudhrën. Imët, besoj. Po imët. Jo vrazhd, okej. Tash ne këtu do të skuqim specat, po pres që të më ashtu të më ngrohet vaj akoma. Okej. Një hudhër. Bëjmë edhe hudhrën e radhës. E grim imët. Ja. Okej, dhe këtë këtu, pra këtu kemi patlıgjanin, këtu kemi qepën që do të shtojmë edhe hudhrën. Salca nuk duhet nga ajo kështu si pure, duhet shumë me copa pelati. Duhet me copa domates. Me copa domatesh. Okej. Dhe tash mund ta bësh edhe me domatet freskë akoma më mirë, po lodheni më shumë se do... Se nga që kjo ka shumë perime për të gatuar, tash i 30 gatush dhe domatet, shkojnë gjatë. Jo, po mirë që kemi, ka në market pelate sa të duash, të ta bëj dhe hudhrën tjetër të shtypur? Po, shumë mirë, faleminderit. Ti marrë unë këtu Alban? Po, merri. Ti hedh? Ja, të vi unë. Mirë, tu ke kështu. I hedhën, kujdo? Po, këtu. Qepa. Te qepa. Pra,
Te ky tigani këtu kemi vaj ulliri, qep, hudhër. Atje kemi vaj ulliri dhe patlıxhanët. Kemi vaj vegetal. Vaj vegetal për skuqet e specat. Dhe vijoj me të tre proceset. Unë po shtyp dhe hudhrën. Ta bëjmë hudhër të shtypur, sepse do na duhet për ta përzierë me kosin. Rosi, do me thënë, puna më e madhe kësa është thjesht prerja e perimeve, nuk është se ka një gjë, kështu pastaj ecën. E shtypi me bëjmë kështu past. Është një proces shumë i thjeshtë, i bërjes past, kështu që të hudhrës dua të them, nuk ka ndonjë vështirësi. Po e qanti ato të shi. Po s'ka ndonjë Si vështirësi. ti themi gjërat si që janë. Sikur qa po bëj. Po, ato që bëjnë e bën tamam. Dhe kjo është. Edhe hudhrën past e kemi gati. Perfekt, do ta edhim dirë ke kosi. Ta edhim te kosi? Po, bravo, shumë i dhe aty. Edhe te kosi. Atë do ta përzijim me atë gjuhën e dhelpërës. Me gjuhën, ua, sa ko kisha. Ke ko që se ke përdor. Pra. Ta gjej ku e kam, se më mungon të gjuha e dhelpërës. Më jep një gjuhariu. Jo, se kemi gjuhën e dhelpërës tonë. Ja, ku e kemi. Është gjuha dhe dhelpërës. Po të lutem tani. Edhe se bët më kremoze kur. Do jedhësh edhe krip, Alban. A, dhe krip. Po. Edhe kemi gati atë. Ja, i shtuam dhe kripën, dhe hudhrën e shtypur të bërë past, kosit dhe të razojmë me gjuhë dhe elpre. Nëse s'keni këtë gjuhën e dhelprës, me një lukë modeste dhe i piru. Është shumë e thjesht, po... Linda e ka shumë qef të gjuhën e dhelprës, nuk e di se si punon me të, më rëshete për duar, për gjithë si. Shumë mirë, po bëhet atë. Sa të mos ketë që kokët bëhet kremoze. Tani, qepa u bët transparente, po kështu dhe hudra u skuq, tash i do të shtojmë salcën e domateve, që si shtash duhet shumë e copë, jep më shia. E kemi gati. Perfekt, shumë mirë. Tani, vijojmë. Tani, unë këto do të regulloj për krip, për piper, do të hedhim dhe këto që kemi. Kaperi, ullint, qikrigon. Ku do hedhim? Tu ke salca. Te salca. Shtojmë rigonin. Rigonin, do shtojmë ullint. Ullint. Ato që keni juve. Sa më të shishim ullit, aq me mirë del. Pa tjetër. Do të shtojmë edhe kaperi. Kaperi duhe, në japin shumë shie. Këto janë kaperi në uthull, ose në verë, nga jertë verë të bardhë, po në uthull zakonisht janë. Ka edhe në krip. Ka edhe në krip, po në këtë rast më pëlqen më shumë si epi që ka aciditet jatës. Salsës. Në regull. E regullojmë dhe për krip, edhe salsën e lëm dal nga dal aty që të marrin aromat e njëra tjetër. Të lidhen me njëra tjetrën. Po. Po patatet? Ja të shu t'i vëmë bas asaj. Do i skuqim aty? Po. Pra i skuqim për para? Po, do skuqim. Po nëse nuk i skuqim, do më shumë ko? Apo shi jashtë më ndryshe, kur nuk i skuqim perimet, do atë? Do t'a kalosh në furë, pastaj. Ashtu. Kjo nuk përfundon furë, kjo përfundon tigane, gjitha. Okej. Po këto, ti shofi me qik të tonat këtu. Ja. Kujdes. Po i kam peshqit të në të. Kam peshqit. Peshkët. Faleminderit, ma jetë. Ja, ta mbajon qëki. Ama. Nuk kusht ka martuar, ba. Po, kjo është e vërtet. Po me lumë du të tjesh ti, ta pati qefi, ta pati ta thash shu hajt më. Hajt më, aha. Po ti ke qenë më me pat. Aha, në pritë se na u fik. Se ka dal nga, të janë to high-tech. Po pra ja. Janë urat high-tech, nëse ti e nëzirë jashtë... Po pra, edhe i tjetër perfekt, shumë mirë. Jashtë vëndit të gatimit, piket ajo, se është e zjuar. Po, pra, tepër e zjuar. Ndo njerë, po... Nuk do ishte keq. Mirë mëngjesi yje, ne sot e kemi pushim dhe do të bëjmë barbecue. Wow, shumë e mirë barbecue, me thënë të drejtën, është edhe moti perfekt për barbecue. Do e shioj motin e mirë, thot në obor, përshëndetje nga Bavaria, Floriana. Sa qef, sa më ka pëlqy Bavaria. është vend shumë i bukur, edhe unë kam qenë Bavaria dhe është shumë i bukur. Mirë mëngjesi yje, sot për drek kam biz të freskëta, që janë bizët e freskëta? Qa është? Biz. Bizele? Bizele ndoshta. Dhe vazhdojnë japrakët. Të na i sillin me foto. Vazhdojnë japrakët. Mirëmëngjesi Hakuna Matata. E mirë.
Ka përshtypjen ma thonë mua, ata që e din që i kam dhënë zërin. Pra, prandaj qesha se... I kam dhënë zërin njërit prej karaktereve në Shqip. 1 maj për mua thot nuk është më një fest, se në atë ditë kam unë për babajna, okej, më vjen keq. Dhe ai është ëngjëlli i mbrojtës. Kur jam në hall, i lutem atij dhe ndjej sikur një dorë më lëmon flokët e atëherë, qetësohem. Dreka, po. Dreka për sot, speca dhe patlıcan të mbushur me mish të grirë për qafoj Hedia. Tani, o që patlıcanët se u bën gati, pra as nuk marrin vaj... Edhe specat dhe patlıcanët? Po, dhe specat dhe patlıcanët i hoqëm, pra as nuk marrin vaj edhe bën shumë mirë. Tani, ne na ka ngel, kemi edhur patatet që po na skuqen, këto bamjet po jedhim një pik vaj dhe po i skuqim këtu. Okej, i japim një të kavërdisur dhe bamjeve. Po. Dhe kemi dhe salca ka përfunduar? Salcën e kemi gati. E fikim këtë pra se... Tashi na duhen vetëm patatet që po skuqim dhe bamjet që po japim një... Dhe pastaj bashkohen. Dhe pastaj do t'i bashkojmë. O mirë, të vijoj unë? Vazhdo t'i Alba, unë po bëj gati pjatën ku do t'i prezantoj. Shumë mirë. Mirë mëngjesi... Prit një tjetër tani. Mirë mëngjesi, unë do të bëj recetën e lindës sot, Valbona. Shumë e mirë bëje. Bëje së shumë e mirë, shikoje se sa interesante është. Mirë mëngjesi, Alban Drekën moj gra sot i kam përgatit herë thot se do të dalë turlisi të zonjës Linda, por me pak mish viçi me copa të vogla. Mirë. Super, Genta. Edhe me mish viçi mund të bëhet turlia, pse jo? Të vazhdoj? Po, vazhdo, Alban. Thjesht vetëm po përzije, asgjë s'po bëj. Mirë mëngjesi, yjesiu kam thot, unë sot kam bërë pastiqo dhe sup pule. Sa për ëngjëll, po kam gocën, thot, dhe her pas here bisedoj me të, e ndjej gjithmonë pranë. Dhe kur më rrëzua buri nga kati i tretë, thot, ajo ishte me të, sa i jeton, thot, dhe është shëndosh e mirë. Alban, po ti ke menduar të bësh kuzhinierin se të shkon? I lumshin duar të dyve, Entela. Jo, Entela, se mund të më shkoj, po mund t'jem një ngrënës profesionist, po jo kuzhinier. Për shëndetje, Elvira, shkruan, thot, po gatuajnë byrek me spinaq, ditë të mbarë. Super! Tash i hoqëm edhe bamjet. Tash i vetëm patatet na kanë ngel Alban dhe jemi gati për ta prezantuar. Shumë mirë. Tani, gjithë të përbërës që ne kemi këtu, do i bashkojmë në një tigan? Tani, desha ta them të që 2 mënyrat si mund ta... Ta hequn atë? Po, iqë Alban, faleminderit, vetëm këtë e dua. Tash këto me dash, me salcën i përzien, i shtronë në pjatë dhe si përjedh kosin, ose vë perimet poshtë, do t'ju spërkasim qik me krip tash i gjithë to perimet tona, ose vë perimet poshtë, hedh salcën dhe hedh kosin sipër. Njëra, si të dëshuro, do me thënë kjo varet shumë nga... Shia personale. Se s'përri do të. S'ke fare si do e bëjmë? Ne si pas shijes personalit lindës. Prandaj e pyeta. Shumë thjesht. Po i përzije me pak kripun këto, sepse si që pat, nuk i kësha hedhur krip fare. Okej. Edhe patateve do t'ja hedh në momentin që do t'i heq. Unë them, t'i vëm poshtë perimet, do vëm salcën, pastaj vëm si për kosin. Si të duash ti më zonjë, ne jemi dakord gjithmonë. U tha u bë. U tha ba. U tha u ba. U tha u ba. Ka Elbasani e tjerë bab. E vërë, po të flasin me Mirë mëngjesi ju, unë sot do të bëj peshk me perime, muaj të mbarë, Kadria. Shumë mirë. Ishte ja prak, prap. Diku shtoshte për inat të Julkës do bëja prak. Inat, tani inat sa të doni se Julka e ëngri një tas, goxha tas me ja prak. Ka mbaruar pun Julka me ja u tham. Faleminderit që vazhdoni gatuani ja prak për inatin tim, por do të kënaqeni shumë. Mirjeta tani na shkruan. Sa të naskuqen pak edhe pak patate. Okej, kemi kohë. Mirë mëngjesi yje, sa të mirë që jeni, gjithmonë kombinoheni me njëri tjetrin, thotë, po... Po, që kemi kombinuar. Kam një ëngjëll, sa herë kam siklet, ose s'jam mirë, babin tim, thotë, unë sot kam tavë me patate dhe me mish qingji në furr, ju dua shumë, ishte mirjeta. Edhe ne ju duam shumë. Pra, që kam plot si mua që kanë një prinë. Unë me mamin tim kam pas një lidhje shumë speciale, se edhe babin natyrisht e kam dash me shpirtin. Po me mamin kam pas një lidhje shumë speciale dhe vazhdoj ta kem atë. Tani u po jesh të patatet Alban? Okej. Gëzuar një majnë, sot kam bërë mbëlsirë pasta flora, thot. Shumë mirë. Shumë mirë. Lumshin duart.
Du t'i spërkasim dhe patatet me krip. Pra është një turli komplet ndryshe. Dhe tani do t'i shpërndajmë. Mendova që do bëhesh E pra, jo. Do bëhesh një turli? Po, do bësh një turli tamam. Gjithmonë turli, po është një turli e prezentuar çik ndryshe, themun. Tani do t'i hedhim sipër Po, salcë. tani do bëjmë një proces tjetër që është shumë i rëndësishëm, ta vendosim në vendin e duhur, që publiku të shikojë gjithë procesin ashtu siç i ka hije, pa i humbur asnjë element. Tani, salcën ja shtojmë sipër. Siç thash, mund t'i përzieni nëse keni dëshirë, kjo është shumë personale, po mua më pëlqen se duket më e bukur kështu. Ka më sy. Pastaj kur e ndani, merrni dhe salcën dhe perimet. Alban. Sa aromë mirë ka salca? Patjetër, salca shumë e mirë me ullim, me erza, me kaperi. Pas ka dhe kaperi, në. Po. E shpërndajmë kështu sipër. Dhe sipër do t'i hedhim tash dhe nga kosi që kemi aty me hudhra. Marrim një lugë të pastër. Kos me hudhra dhe me krip. Dhe me krip, si e ka bë Albani kremoze. Krem, kajmak. Tash unë siç e thash, më pëlqen shumë kosi kur e hedh sipër këtyre pjatave kështu, ja shpërndaj dhe sipër. Janë si vulkan. Po pra. Sepse jep shumë freski pjatës dhe nuk për ne që kemi probleme perimet shumë me zona e tretë stomaku, kjo sikur ma lehtëson. Okej. Nuk velesh. Dhe kjo është turlia ndryshe që ne sollëm sot. Sigurisht ju nëse doni mund ta përziheni, absolutisht. Salcën duat të mbashë perimet. Salcën me perimet dhe t'ja hidhni kosin sipër, se gjithsesi kosi duhet. Është një element që me të vërtet duhet dhe i ndron shihen. Ndron shihen shumë. Mirë, ne nuk kemi përfunduar këtu me recetat tona. Pas pak vjen një recetë tjetër shumë interesante, po kaq sa kjo që bëm në këtë pjesë të parë, kështu që unë them t'ikim publicitet si thua. Shkojmë publicitet, ndërkohë ju vazhdojnë që ndroni aty me letër me laps.